389 të rinj e treja të këtij kursi kanë tashmë jo vetëm njohuritë, por janë të përgatitur për realitetin e një për profesione më të vështira, por ashtu edhe më fisnike në vendin tonë. Nuk kanë deri më të lartë se sa të punosh për sigurinë dhe rendin e vendit tënd. Të mbrosh jetën dhe pronën e njerëzve, tu gjendesh atyre pranë në momente të vështira. Policia e gjeneratës së re e Shqipërisë Evropiane nuk mund të matet kurrësi vetëm me forcën e saj përballë krimit, por pashmangshmërisht edhe me aftësinë për të parandaluar atë, me profesionalizmin për ta goditur dhe me humanizmin për të shërbyer qytetarit pas një kompromis. Sot, me përfundimin e këtij kursi dhe largimin nga Akademia e Sigurisë, bashkë me certifikatën që vlerëson përgatitjen tuaj, ju merrni me vete dhe një porosi a këshill, quajeni si të doni. Uniforma e policisë shtetit nuk jep privilegje, ajo jep vetëse përgjegjësi. Do të ketë njerëz që do të përpiqen t'ju joshin, t'ju blejnë, t'ju friksojnë, apo edhe t'ju vënë në provë. Qëndroni të fortë, qëndroni besnik ndaj gjithçka që keni besuar deri tani, deri në momentin që ju bë zgjedhjen tuaj për t'ju bashkuar këtij misioni kaq vështirë, po aq edhe fisnik.